Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin e Urgos, ku tema e këtij podcasti do jetë pikërisht një temë shumë e rëndësishme sa i përket fëmijëve, e cila është përfshirja e fëmijëve në vendimarrje në nivel komunal. Unë jam Anika Rofati dhe jam nxënëse e klasës së 7 në shkollën fillare komunale Bashkimi. Për të diskutuar këtë temë do kemi Damianin, Dianin dhe Anën. Ja sum Damian Krujewski. Живеем во Гостивар, учам во Основно општинско училиште Гоце Делчев. Тренирам фудбал. Përshëndetje, unë jam Dion Iljazi, jetoj në Gostivar dhe mësoj në shkollën fillare Bashkimi. Я Сина Башковска от града Пластивър и учим в средното училище Илияз. Mund vazhdojmë me pyetjen e parë. Dion, çfarë të drejtë kanë fëmijët dhe si mund t'i përfaqësojmë? Fëmijët apo ne kemi të drejtë të shkollohemi, të kemi një vend për të jetuar, të jemi të mbrojtur nga dhuna dhe shumë të drejta të tjerë. Por fëmijët duhet të kenë të drejtë të marrin pjesë në projekte komunale, të cilët ndikojnë apo ndryshojnë në mënyrën e jetesës tonë. Unë mendoj se fëmijët duhet të marrin pjesë në projektet komunale për shkak se zakonisht ne jemi ato që dallojmë ndryshimet, çfarë duhet të ndryshohet në komuna. Dhe unë për vete kam dalluar dy gjëra kryesore, qenë ndacak dhe papastërtia e qytetit. Unë kam një ide për të dia çfarë mund të ndryshohet, për papastërtinë, unë do desha komuna të më marrë parasysh idenë që të krijohen të bëhet një orë obliguese në shkollat e ndryshme që ndodh një herë në muaj dhe është quajtur ora e pastrimit të qytetit. Dhe në këtë orë të marrin pjesë nxënësit, mësuesit dhe njerëzit e tjerë që jetojnë në atë komuna. Dhe që ta bëjmë këtë aktivitet edhe më të mirë, mund ta bëjmë edhe si një garë të vogël, ku ai që mledh më shumë mbeturina do merr një diplomë apo një dhuratë të vogël simbolike dhe pasi t'i mbledhim këto mbeturina, do i çojmë që të reciklohen dhe pasi të mbarojmë këtë aktivitet, njerëzit do shikojnë se sa e vlefshme dhe e rëndësishme është puna e njerëzve apo pastruesve që e pastrojnë qytetin tonë. Për qenë endacak, do kisha thënë që komuna të bënte pika të vogla strahimi, të cilët do ishin në çdo lagje dhe qenë që jetojnë në ato lagje të dërgoheshin aty dhe njerëzit që shkonin në shkollë apo në punë me taksi, ato paret që i përdornin për taksi të kontribonin edhe vetë t'i blenin qenve ushqim dhe ujë. Shumë të mirë. Pse duhet të dëgjohet zëri i fëmijëve në planifikim lokal dhe si mund të ndikojnë fëmijët në ndryshimin e komunitetit të tyre? Zëri i fëmijëve duhet të dëgjohet në planifikim lokal, sepse ata janë një pjesë shumë e rëndësishme e komunitetit, jo vetëm për të ardhmen, por edhe për tashmen, sepse ata jetojnë, luajnë, mësojnë dhe rriten, janë një midis si gjithë tjerit, më të moshuarit, dhe kush më mirë se vetë ata di se çfarë i nevojitet për t'u ndjerë të sigurt edhe për t'u ndjerë të lumtur. Kur zëri i fëmijët dëgjohet, fëmiu t'i jep një vetbesim dhe pse jo në të ardhmen të bëhet një qytetar aktiv i atij vendi. Dhe nëse një komunë dëgjon zërin e fëmijët, ajo tregon se respekton të gjithë anëtarët e saj, pa marrë parasysh nga mosha, edhe pse të dëgjosh një fëmijë nuk është thjesht një gjest i bukur, por është edhe një e drejtë, e vërtetuar nga konvertat e drejtave të fëmijët. Fëmiu ka të drejtë të shprehet lirshëm dhe të jap mendime, por ka të drejtë dhe mendimi i tij të merret seriozisht. Fëmijët mund të bëjnë ndryshime të ndryshme, duke marrë pjesë për shembull në këshilla rinore, ose mund të bëjnë të ndërmarrin projekte me shokët e tyre, shoqërinë e tyre, ose edhe vetë duke bërë projekte të ndryshme ose duke bërë pyetësor të organizuar nga shkolla ose nga vetë komuna. Pra si përfundim do të shpërndasem të them diçka se të dëgjosh një fëmijë nuk është thjesht një përgjegjësi, por është edhe një mundësi për një realitet dhe një të ardhme më të bukur. Shumë përgjithësi. Damian, çfarë mendoni se duhet të ndryshohet në komunën e Gostivarit që të respektohen më shumë të drejtat e fëmijëve? Това сакам да зборувам. Општината Гостивар може многу работи да се сменат.
за да повеќе се задоволат правата на децата. Прво, секој дете би сакало да биде среќно, односно да игра на безбедни и чисти места. Во градот Гостивар, во општината, има доста игралишта кои кои се постари, не се баш безбедни за игра, од кои некој дете можело да се повреди или да се извалка, тоа воопшто не е во ред. Второ, секое дете би било среќно така што би учествувало во некои фудбалски, спортски клубови, ликовни, уметнички, музички работилници. Така може да се зголеми и правото на култура на децата. И за крај би сакал секое дете во градот, во општината и во градот да добие најголема поддршка без оглед на која вероисповед е, која нација, секое дете заслужува љубов и поддршка. Dus het steunt die schaalt, onder dit sim ja de zijn web, het gezicht ja die verloren, maar wordt dat kan schon nog een damper, het gezicht adolescent tot social, bij schon dan team de dalej idzie schon transition, per fmetje vet luatia. Вождеме пјути на фондит, Ана, целиот МПНГ се фамилно поршено вендимари на нивел локал. И нашата култура традиционално возрастните донесуваат одлуки за децата, уште од најрана возраст, од градинките, а децата се навикнати да не се мешаат во семејни проблеми, бидејќи наводно возрастните знаат повеќе. И јас сметам дека за да се подобри тоа, треба не само да се слушне мислењето од мала возраст на децата, туку и од сел. Dus daar komt dan een commentaar schoten, want je motiveert familie. Një koment për t'i motivuar fëmijët, unë që dhe kisha thënë është, kur dëgjon zërin e fëmijëve, dëgjon zërin e të ardhmes. Zëri fëmijëve ka rëndësi, sepse ato sjellin një ditë të freskëta dhe ndihmojnë në ndërtimin e një komune më të drejtë. Па, еве коментар, јас би сакал овој подкаст да ги повеќе да ги мотивира децата во донесувањето на одлуки и да има најголемата поддршка. Ама? Истото, само сакам да се подобри системот во државата и во општината. Фалиментирувам që na dëgjuat dhe na përkushtuat vëmendje dhe fëmijët e dashur mos harroni se zëri juaj ka vlerë.